Të shtunën në mbrëmje, ashtu siç edhe ishte paralajmëruar, filloi edicioni 34 i turneut tradicional në futboll të vogël KF Reqica TV Koha 2025-2026. Turneu i hapur u shpall me gjuajtje të topit nga qendra nga ana e futbollistit të KF Reqica Sulejman Iseni. Duhet theksuar se në bazë të asaj që u pa në dy netët e para, pritet që ky turnir të jetë një nga më cilësorët deri më tani. Antari i Këshillit Organizativ Haki Ismaili tha se turneu do të zhvillohet njëjtë si ato të edicioneve të kaluara. Edicioni 34 i turneut tradicional të klubit futbollistik Reqica në bashkëpunim me televizionin Koha do të zhvillohet sipas asaj tradicionali që është zhvilluar deri tani. Ne rrisi që do ketë dë shohim gjatë zhvillimit të turneut. Për momentin s'kemi të përgatitur ndonjë rrisi të veçantë, po mendojmë të zhvillojmë tradicionalisht atë që e kemi zhvilluar deri tani. Në mesin e ekipeve pjesëmarrëse ka edhe futbollist profesionist, prandaj pritet edhe një turnir cilësor, prandaj edhe shpërblimet do të jenë adekuate. Të ketë shpërblime, vendi parë 90.000 denar, vendi dytë është 20.000 dhe vendi tretë 20.000 denar. Lojtari më i mirë shpërblet, golashenusi, lojtari më i mirë, portieri më i mirë dhe ekipi më fair play. Rezultatet e natës së parë të turneut: Swiss Market Ricci Doner 8-4, Funa Mermer Grande Home 3-5, Kamiani Gradeci 2-3 dhe Twin Market Izolimi NVM 5-2. Rezultatet e natës së dytë: KF Reqica Mobilje Loni 1-8, FC Pallatica KF Jehona 2-7, Millenniumi Kërçov Sava Group 4-2 dhe KF Arsimi KF Dobroshti 0-3. Turniri vazhdon të zhvillohet sipas itinerarit të Këshillit Organizativ.